Bukur! Pati një... Si këto dy aviona që fluturojnë paralel dhe ka një... Turbulencë, e kapët një turbulencë vogël? E kam gabim? Ma kap që kam mine që ka dalë cepi i veshit. Ti si po mshojnë vajzat tash. Vajzat po mshojnë kështu. Mos fol. Nese, prapi nderuar, ndiqeni pak Në policia të pisë cigare ke shkallët aty? U larguan, sa pan kamran u larguan kështu me fiskëllim. Bukur. Dhe intervistë me ata që kjo shoqëruan dje në komisariat të policisë nëmër 6. Ndiqeni pak. Dje në ambulancë, më erdhi ambulanca që më mori, më çovi në spital në urgjencë, atje pastaj mjekut më dhanë ndihmën me tensionin 22. Sot si është gjendja juaj? Sot jam prapë se jam mirë. Kjo është një pasaport që jam në shtete bullgare. Edhe që quhem që jam banuese në shtetit evropian që janë këto. Kurse policët tanë na sulmojnë kur Edi Rama, kryeministri, ishte në Serbi edhe foli për minoritetet. Sepse mënyra se si sillemi me pakicat përcakton atë që ne jemi. Këtu po shoh unë që minoriteti nuk ashtu. Nuk respektohet gjekundi nga robet blu, nga veshja blu, që të më thot mu ai, e të më godasi, urdhro dhe shenjat ku i kam të shtrengimit, edhe në tokë që më hodhi. Me forcë, me dhunë, janë të rejur të zvarë nga policia dhe jam shoqëruar në komisariat 6. Dhe atje, pa pas asnjë lloj denoncimi nga përmbaruesi privat, më fusin në një kontajner dhe më mbyllin me çelës brenda, siguron isha një kriminal. Pra, më kanë hequr të drejtën. Me kanë hequr lirin, kur duke qenë që unë jam edhe shtetas evropian, disponoj pasaporte evropiane. Ma ka kap dorën kaq fort, thash se ma theu. Kur unë bërtita, atëre bërtitën ato dy gratë police, kapeni shpejt kokën, ruajeni kokën, sepse unë isha për tokë dhe njëri më kishte kap flokët me këmbë. Jeni minoritet bullgar? Po, unë jam minoritet, kam prej 10 vjetësh që kam dokument. Si është gjendja juaj sot pasi dje keni rënë nga shkallët? Për fat mirë keni shpëtuar. Jam aq keq sa shtylla kurrizore akoma më vonë. Gjithë natën kam gdhyer. Sot shikoni durët nga rënja e fortë që më shtyu policia. Më shtyu dhe me pa pikë turpsi as më ndihmuan asgjë, mos kishte qenë një djalë nga mrapa që më ngreti. Ishte një çun, një civil i krimeve, një alban. Ai më shtyu që më kapën edhe 2 policët që u rrëzova nga shkallët. Rash aty biles më orsun sy dhe nuk përshivja. Në një moment biles më e mend që më kam krahët, po Ersini isha poshtë që përshivja në tokë. Sa biles dëgjoj vetëm këtë gjë që le se është i smur. Mos e ngacmoni. Sa përmend ata u çova atë kur kishte shku koma keq, duke gjuni jam vraj çik, po. Pra, u dhem trupin për gjithësi të gjithë. Po sigurisht ty të hudhi nga krevati dhe në trupi, jo nga 6 palë shkallë. Nese... Më falë, ja kishin shkelur kokën me këmbë, apo këmbën me kokë? Më falë, ka vajt polici me kokë. Jo se duhet sqaruar se mund t'jetë dhune qytetarit dhe polici. Po pse qëndron aty dhe nuk qëndron ke pjesa thënia lapidare e Edi Ramës? Ishe shumë e bukur. Vëdo, a i tha dhe vetë, nga e thëna në të bërë, i nda një detytër bukur. Gjithsesi, ndoshta sot prisi të diskutoja për diçka tjetër, për nuk mundem kurse si ta lejen e heshtë një pjesë, ose më saktë të pa transmetuar, pa qenë dëshmitari një ngjarje që ndodhi dje në Tiranë. Për hiç vërtetët. Një ngjarje, se sa ka ngjarje të tilla që janë bërë lëm shpronat e, tokat e, apartamentet e, po ndahen tjetri po zihen për grun, adres Facebooku, e-maili, pjata e supës, mësolli, ja, për mbarimin për një pjatë supë mësolli. Edhe pse? A tham dojmë gjysmën. E di pse? A tham dojmë gjysmën. Sepse edhe kjo e ngriti gjithën. E di pse e ngriti gjithën. Ky shtet. Një sekond, ta them. Edhe ai shtet. Edhe ai që do vi me këto pushtetar, they don't give a fornicating under consent of the king. Katil. Natën e mirë dhe përshëndetje, miru pafshim nëse prova, vajza. Hajde shpejto. Ju sollën për mbarimin. Ju sollën për mbarimin. Pa dokument, pa badge. Jepi. Fronca.